35 milion që mbahen jashtëligjshëm në Ministrinë e Financave munden me u pagu sot, tash, në këtë moment. Nuk ka asgjë që e ndal pagesën e 35 milionëve tash, me një herë. E që me u pagu operatori, edhe operatori publik, edhe operatori privat, edhe mos me i lon këta njerëz në rrugë, mos me i lon qytetarët pa shërbime, mos me i lon shkollat pa rrymë, mos me i lon asnjë qytetar pa shërbime tona publike. Pra këtë e ka mundësi, e ka Ministri i Financave në detyrë edhe prap refuzon me bo. S'dija e pat dje konferencën për media, do me thonë që hike në për temat të tjera, pra temat tjera që s'kan të bëj me problemin. Problemi është pagesa, paguj paret e kryeqytetit edhe paguën të gjithë operatorët, edhe paguën të gjitha rrogat. Çdo temë tjetër është me i qit hi syve qytetarëve, juve popullit. Do me thonë, qiti paret ministër, qiti paret, me njere. Kjo është një. E dyta, ne kemi marrë edhe masa tjera. Dje, faktikisht e kemi thirrë edhe një seancë të jashtëzakonshme për të ajten, për edhe fonde tjera, 28 milion tjera, përveç 35 milionve, edhe 28 milion që janë bartje prej vitit kalum, që tash asambleistët të cilët e kanë bloku herën e kalume, kanë tregu që po dojnë me votu edhe me i marrë ato fonde. Pra janë, po shikojmë edhe alternativa tjera përveç kësaj. Mirë po, ku është fakti? Fakti është që 35 milion të hyrave vetanake mbahen mënyrë jo ligjore të bllokume prej qeverisë, prej Ministrit të Financave në detyrë Hekuran Muratit, ndaj të cilit kemi tregu kallëzim penal, edhe ndaj 3 zyrtarëve në Ministrinë e Financave. Edhe mos me pas, po thojmë që s'ka fonde kryeqytetit, po thojmë. Zgjedhjen duhet me gjetë me njerë se mundën me gjetë me njerë. Po ja që ka, fondet janë, fondet ekzistojnë, edhe ai blokon. Nuk reflekton. Gjithë këta njerëz këtu sot kanë familje që ju duhet me i pagu për ushqim tyne, për transport tyne, për tesha tyne. Kanë baba, kanë nona, kanë nevoja. Jo si ti ministër që jenë tërt, i ki paret e tua, je pagu. Paguj paret e kryeqytetit tash, se mundesh tash. Nëse do me gjetë tjera ashtu forma për me dal prej kësaj ku je hi, na ta lejojmë, jam i gatshëm, çfarë do mundësie. Hajde takojmë sot, hajde takojmë këtu, hajde takojmë në qeveritë të ti. Dje, i kom kërku, isha aty. A i thash e s'po takojmi, do me thonë i ka marrë një pjesë të juve, po ka thonë nuk takojmi na me komunën. Pse s'takohesh? Pse s'takohesh? Çka po mshef, ministër? Çka po mshef? Zgjidhen mune me bot tash, këtë sekond, zgjidhen bone tash, ministër në detyrë. Lej gënjeshtrat, lej këto rrenat e shumta që po i bën edhe publikisht edhe në konferenca për shtyp.